7 Edhe I përmend këta shpesh. Edhe çka meselja aty në të katërve? Meselja aty në të katërve që ata janë kanë tri në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Janë kanë tri në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kanë pubertet duke vdekur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, janë burra çatë tani. Edhe pas një kohë ata kanë mësuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë mësuar prej sahabive të tjerë. Edhe kur kanë vdekur sahabit e mëdhenj, njerëzit kanë pas nevojë për ta. Edhe pastaj mas kësaj janë bërë ulemat e umetit. Ata janë bërë ulemat e umetit dhe ata të cilëve kanë mësuar umeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shumica e tabeinëve ilmin e kanë marrë prej tyre të katërve. Tash ju mashallah ne këtë ri edhe e keni jetën përpara, jetën e ilmit e keni përpara, jetën e davetit e keni përpara. Kur mos më nënçmoni veten, kur mos më nënçmoni veten, më thon për shembull jo ka shumë xhallar, jo ka xhallar po polarizum, jo ka në kush ku më bën si filani, si vesteki, çfarë ku kam rrit, çfarë ku ka bën, çfarë ka bën, secili ka nevojë, secili vend ka nevojë për xhallar. Çdo vend ka nevojë për njerëz që janë mësojnë fenë Allahut, ata njerëz. Se çush ka nevojë njerëzit për ushqim, çka njerëzit nevojë për mjekim, çush ka nevojë njerëzit për rujtje trendit. Njerëzit kanë nevojë edhe më shumë për ushqim shpirtëror. Jam mësuar fenë Allahut, mësuar ata që ka thënë Allah, që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Edhe zbon asnjëri kur për ju është dhe vllaznin, çka më bën në sa, për shembull, edhe hub shpresë në diçka tjetër këta. Këtë kohën mëna qëllimin, pse keni ardhur, pse për shkak keni ardhur, pse çfarë qëllimi juve në këtë jetë, që qëllimi është me ngrit mas pari xhenin për vetës, xhenin me largu për vetës, e pas dyti me thirr njerëzin në fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe me bë sabër në rrugë, me bë sabër se ka rrugë lehtë, mirë po, ka lehtësime të mëdha, ka lehtësime shumë të mëdha. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Edhe Allah të alëtëson Allah subhanahu wa taala ka sepret hiç ka sepret. Edhe vetë shkruan në vllaznin. Tash dikush për shembull pe vllaznin më thon filani ka dalë jashtë, filani ka jetuar jashtë, filani. Kështu ne, alhamdulillah, këtë vllaznin ton që janë xhallar. Për punë dunjas si kanë punë keq. E ka qenë Allah subhanahu wa taala. Herë ta vonë këtë kanë punë mirë. Këti kanë punë mirë. Pse se Allah të shumë bereqet. Qërë shumë njëri mund të mos rrugën e vogël, mund të me pas një shkak, mund të sen, po çon Allah bereqet në ata që kia. Çon Allah bereqet. Edhe alhamdulillah, wallahi, shumica këtë vllaznia tonë që jo shumica, po krejt që një vllaznia tonë, xhallah, I kanë me punë të dunjos mirë I kanë punë. Me punë të dunjos mirë I kanë punë. Së më thonë mu po pasani kanë me, së më thonë kjo është me pas jetë. Mira, mos më pas me as zbat dorën kërkojnë. Se ka një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë Allahu ja'al rizqa ala Muhammedin kifafan. Thonë Allah të bënë rizqën e familjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mjaftueshëm. Ja, çfarë keni nevojë. Për shembull, Sheikh Albani rahimahullah kur s'ka pas hala rrugë pe Saudis, edhe se alhamdulillah thotë masi ka në Saudi sa në Sheikh bin Baz rahimahullah ka thënë një rrugë Sheikh Albani rahimahullah. Para se me pas rrugën e Saudis, Sheikhu edhe para se me ja fillu për libra në fund tjetës ka përfitu për libra vëndë, po para se me pas rrugën e Saudis, Sheikhu për shembull ka shku, ka punu sa haxhi 2-3 orë mas bërë. Edhe pastaj pjesën tjetër ditës ka 2-3 motor ka nejtë me këtë në vahiri aty. Të studiut hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka punu sa rahimahullah. Edhe njëri subhanallahu ka dhënë për Sheikh Albanin, që veç dikush që e njeh zanatin mirë, mund të më ardit vlerën Sheikh Albanit. Se dhe Sheikh Albani rahimahullah, në fund sa haxhia më I mirë në Damask, Dimashq. Sa haxhia më I mirë I këtë. Që njerëzit orët ma delikate, ma vështira, më sene, Sheikhu I ka ndrysh. Edhe ai e kalon qatë zanat, që konë ma I miri për I tonë në zanatin e vetë, e kalon që ta, lilla, që ka mujtë më pare të madhe, ka mujtë më pare. E kalon lilla.
Ato thotë se unë e bën dikush që edhe nuk ja din vlerën veçaj që e din që çfarë zanota. E kanë për shembull kanë zanota, kanë sende për shembull. Kena do vllazin që për shembull para kanë nuk e info, se në tash po mi rrëve. Se edhe në qështëtë. Qështëtë nuk po që të kjesë njërë me pas një zanot. Pas një zanot edhe mirë është në pas një zanot, pas me pas nevoj për kërkon. Edhe edhe mos me në nëshmu vetën, kot mos me në nëshmu vetën. Me ditë që ti ki pozit, ti ki vlerë, edhe njerëzit presin me teje. Edhe nëse s'vjen sot dita, nëse komentar dita. Kryesora muslimani është mos me prit ditën e vetëm. Zvon edhe ato me pas qëllim të për shembull mu bë i popularizuar, mu bë i njohur. Se s'vjen kanë çka qëllimi. Qëllimi jot është me të njoftë Allahun subhanahu wa taala. Me ditë Allah që më bëtë. Andin është subhanallah prej gjonave që edhe një përmenin, që të përmenin, edhe plët për ulema më të, po Shekh Albani u kanë i veçantë këtë aspektet. Për shembull, e përmendin Shekh Albanin rahimahullah, e kanë ftuar me shku në Bangladesh. Bangladesh me mojt një simpozium ose një gjërat madhështore. E i kanë thonë shefët, kanë thonë hajde, edhe baba ki kanë thonë për më të mund 1 milion vetë për të mojt një gjërat. Shekh ka thonë 1 milion, ka thonë po ka thonë zvi. Këtë tha tutna që habitna me vetën teme, mashtrona dhe më pëlqen vetën. As ka shmu. Neve dikush me në thonë, kam në torë 100 vetë. Po, dini vetë, tranohet këtë pikëzimi. Tranohet këtë pikëzimi, që ku më bo popularizumë. Ajë se ka pas këtë qëllim. Në ka pas këtë qëllim. S'ka dashtë, në thonë që në thonë qëllimi ti, popularizimi. Mirë po qëllimi ti, me dashtë, në thonë që adën Allah. Edhe që farënu për nga mire sallallahu alaihi wa sallam. Ka zojnë subhanallah kur e kanë ftu njëherë në Maghrib, në Marok, e kanë ftu edhe ka shku shefa. Kur ka shku atje, mreti i Marokut i ka ofru, do thot me prit, me eskort zyrtare, me kërë zyrtar, mretit e sene, shefa refuzu ka thonë. Se dhe një ka thonë në ordone, kur ka shku atje, s'hybin këtë janë. S'hybin kur që dhe thotë, nuk përdori sene, të lukësit sene që të regojnë që jam njeri i pason dikon, i dikujnë thjesht. Unë e ka marrë me për hop ilmin, thjesht. E thonë, kur ka një mreti i Marokut, që në të ka thonë që ka njeri, ka thonë që vete ka heritet, ka thonë më shenë. Kryesore muslimonit do të më munu, ai që është njeri i dijes, me bo bashkë, qëllimi veç për Allah se kanë tare, edhe me dash një bot hajrë njerëzve, mos me pas qëllim ti bot dhe mirë, po nëse vjen populariteti, nëse vjen i pa qëllim, edhe nuk bën ti veprime që veç më të njerëzit me të popularizëm, që do njerëz bëjnë veprime që edhe nëse janë çuditshme, sen po se të fitojnë lajka, fitojnë ashtu edhe veç më bë i çuditshëm. Se të hali këto arapat, do të bëti qka të qëddeqme në senë, me të njohë njerëzit, nësi ne i vejhër të qëddeqme në senë, po bën ato që me cilën është i knoqën Allah, dhe pejgamberi sa sëllëm, herë ta unë Allah s.a. me ta bëtë që me të njohë njerëzit, me të dash njerëzit dhe me marë fjallën tane, Allah të barë fa ta'ala alem. Sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Së është me të vërtet është fatkeqësia dhe është dikush që kultivohet për më bë hoqë. Edhe familja jote investon ty. Shteti saudian, për shembull, investon ty, se ti do të më ditë sa parë i investon Saudia ty është fare e madhe. Tani familja jote që investon për ty, shoqënia jote që investon për ty, ti në fund e lopin. Shumë stashun e po tani rast, po ta po me njonin, në Medinë ke shkuar. Për sa vjet, hiç kurrë, kur pa David, hiç bash kurrë, hiç kurrë. Po ne kemi shkandër Bulgari, pa bile do vllaznie kishin thirr në vend më të hyrë. Pa as hyrën pas stos që bën kurrë sa thirr. Largohesh, zbëmu largu fejt e klinë, zonë largu e diti shëllimin që një me mësu fejnë Allah njerëzën, me mësu fejnë Allah njerëzën, pas mos mund ndohë,